Kjo është një përgjigje e bukur nga ana juve ndaj disa komentuesve të cilët thonë ku është ai Allahu juaj, pse s'po ndihmon palestinezët. Dhe një ndër hadithet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë kalojnë pranë ditë deshëve, njëri me brira dhe tjetri pa bri. Dhe ato u goditëshin njëri me tjetrin dhe e pyet Abu Dharrin. Pejgamberi Allahut, thotë ja Abu Dharr, a dim pse këto goditën njëri me tjetrin? Tha jo, Rasulullah, nuk e di. Tha vetëm Allahu e din. Tha ndëgjoja Abu Dharr. Këta në ditën e gjykimit, ki dashin me të brira, që i pe godit ke dashin pa brina, do t'i mirët brirt, do t'i jipën këti dashin me brina, ki do t'a godite ata pa brinë. Pra do t'a mora hakin e vetë në ditën e gjykimit. Ke hadith dhe hadithet e ngjashme aludojnë dhe tregojnë se drejtësia absolute e madhe e Allahut Azza wa Jall është që në ditën e gjykimit i ringjall shpendët, insektet, i kafshët dhe do t'ja kthen hakin të cilën i ka bën pa drejtësi kushtimisht në këtë botë, edhe qoftë edhe një kafshë që nuk ka logjiku. Nën kupton se Allahut Azza wa Jall nuk i mshefet asnjë send dhe askush nuk asgjësohet, nuk mbaron pa e mosh problemin e vet. Alhamdulillah që ka ditë gjykimi. Alhamdulillah. Për shembull, dashi pa brinë e ka hangër një kakrija për ati me brinë, e paramendo këto të dhuna, këto masakra që po ndodhin në Palestinë. Ditë gjykimit ato dhunus ku kanë me dhënë përgjigje, hoxho, e sërpt neve që na kanë bënë. S'ka dyshim se kjo është, do të thonë, prej krimeve më të mëdha, prej gjenocideve që ndodhin për fat keq, kupton? Dhe me broricjen e botës së përparimit për fat keq, botës e diftirsys, që para këtë medjeve dhe para këtë botës, kupton, mbiten fëmijë dhe gratë dhe heshtin bota, jo vetëm që kriminalet e cilët e bojnë këtë masakër, po dhe ata që brohorisin dhe heshtin, dhe ata do të jenë pjesëmarrës në këto krime. Për këtë arsye unë mendoj se jo vetëm në ahiret, po ka thonë pejgamberi Allahut ndëgjë, se pejgamberi Allahut thotë ditë ndëshkime janë të ngutura në dunjë para ahiretit. Allahu i ndëshkon në dunjë para ahiretit. Një ndër ta është padrejtësia. Padrejtësinë do ta morin në këtë botë para ahiretit. Dhe unë parashoh se Allahu Azza wa Jall kur don me shkatru një popull, thot kriminalët e tyre i ban më krijelar që të bëjnë krime në tokë. Që Allahu Azza wa Jall të ngrisë argument të qartë, të pastërt për asgjësimin dhe zhdukjen e botës së tyre. Për këtë arsye, këto ndodhi që ndodhin, nuk aludojnë diçka tjetër vetëm se përfundimin e atyre kriminalëve që e bëjnë këtë masakër dhe gjithë përkrahaseve mbështetësve të tyre. Dhe kjo ka më ndodhi inshallah. Unë e parashoh se nuk zgjat më shumë se 3 vite që ndodhet dhe do ta shijojmë inshallah mirësinë dhe butësinë dhe rahmetin Allahut Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall nuk e doron zullumin. Zullumin ja ka bën haram vetes së tij, ne ka ndaluar dhe neve të bëjmë zullum dhe padrejtësi. Dhe nuk ka send me urrëtur te Allahu Azza wa Jall se krimi dhe zullumi. Dhe thot Allahu, mos mendoni se Allahu është ngafil ndaj asaj që e veprojnë zullumqtarët, por Allahu i vonon dëshkimin e tij derisa t'i ban sytë e tyre të shtangur, s'kan mundësi as t'i mbyllin ditën e të merret ditën e gjykimit. Allahu na ruaj. Kjo është shumë një përgjigje e bukur nga ana juve ndaj disa komentuesve të cilët thonë ku është ai Allahu juaj, pse s'po ndihmon palestinezët. Ja, Allahu Azza wa Jall i jep hapësirë çdo kujt që të pendohet e parë. Dhe Allahu i jep gjithashtu argument ai që të dëshmon për krimin e vet që e ka bë. Ndërsa këta të cilët janë viktima, s'ka dyshim se Allahu Azza wa Jall është ai i cili merr trupat e tyre, i përzgjedh që t'i lartëson në shkallat më të larta të xhenetit të tij. Mirë, po këta nuk e kuptojnë. Vetëm ata të cilët e dinë urtësinë, Allahu Azza wa Jall vepron këtë dunjë me urtësi.